Po ndiqni breaking, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë. Në këtë momente do të diskutojmë për votën e diasporës, siç ne kemi përcjellë prej ditësh, prej kohësh tashmë ka nisur mbritja e zarfeve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Megjithatë janë raportuar problematika nga ana e Partisë Demokratike përmes koordinatores për diasporën Josefina Topalli. Kjo e fundit është ndalur veçanërisht tek problemet të evidentuara sipas demokratëve në Greqi. Do të ndjekim shkurtimisht pretendimet e zonjës Topalli e më pas do të diskutojmë se si është situata në të vërtetë në Greqi. Do të jemi në lidhje me kolegun gazetar Edmond Guri, po ashtu edhe me aktivistin në Angli për ecurinë e deritanishme dhe problematikat që kanë shoqëruar këtë proces. Ndjekim si fillim zonjën Topalli. Drejtuesja politike për diasporën në Partinë Demokratike Josefina Topalli doli këtë të hënë në një konferencë për mediat pas kërkesës dorëzuar në KQZ për problemet me votën në Greqi. Ajo tregoi se cili është problemi kryesor. Konferenca ose komunikimi sotshëm ka të bëjë me problemet e dezintegrimit të procesit zgjedhor në Greqi për shkak të mos funksionimit të DHL-s, për shkak të keq funksionimit të Spidexit dhe të Kurriers dhe për shkak të mos dorëzimit zarfeve apo mos gjetjes së zarfeve apo në raste të veçanta edhe të plotësimit të fletës së votimit nga të tjerë apo të përdorimit të mjeteve nga persona të pa autorizuar për të marrë apo për të mbledhur, për të shpërndarë apo për të mbledhur zarfe. Por nga kanë ardhur këto probleme sipas Topallit. Procesi është tërësisht për në integritetin e tij është i dëmtuar. Pra, shqetësimet janë serioze nga mos funksionimi fillimisht i DHL-s, nuk e di sa ligjore mund të jetë nën kontraktimi që i ka bërë Spidexit edhe Kurriers, dhe pastaj mos zbatimi i ligjit apo i përmbushjes së detyrimeve që ka DHL-ja në rastin ton. Sipas demokrates, situata është alarmante dhe mund të vërë në pikpyetje të gjithë procesin e votës së diasporës. Ishte kjo deklarata e zonjës Topalli, koordinatora apo drejtuese politike për diasporën në radhët e Partisë Demokratike. Me mua në këto momente janë bashkuar për të diskutuar mbi këto pretendime dhe shqetësime, ndoshta edhe të tjera, Edmond Guri, kolegu gazetar në Greqi, dhe Arjan Leshing, aktivist dua të votoj 2025. Zotrin, përshëndetje, faleminderit që jeni në breaking. Përshëndetje nga Atina. Edmond, dua ta nisim së bashku duke qenë se problemet kryesore të konstatuara edhe të bëra me dije gjatë ditës së sotme nga demokratët lidhen pikërisht me Greqinë. Çfarë ke arritur të evidentosh? Si është situata në terren? Atina, të bëjmë sqarim për opinionin, të paktën duke e pasqyruar dhe e marrë në detaj në terren përtej deklaratave politike apo përtej zhurmës në rrjetet sociale, aq më tepër pasaj nga përfshirja e politikës. Kam dëgjuar me habi që në Greqi është tentuar të manipulohet vota, është tentuar të vitet vota, e tjera, që janë totalisht të pavërteta dhe është e papranueshme, gjithmonë në gjykimin tim, që të mendohet që në Greqi ka tentativë për të manipulim vote. Në Greqi ka një problem specifik me shërbimin e DHL-s. DHL-ja në proporcion me atë çfarë u deklarua në fillim nga vetë ministrat e kabinetit të qeverisë, nga figurat më lartë të politikës shqiptare dhe nga opozita, ku u deklaruar që DHL-ja do të shkojë shtëpi më shtëpi, nëse nuk e gjen votuesin shqiptar, qytetarin shqiptar në banesën e tij, do të telefonojë deri në 3 herë dhe do të jetë 3 ditë i disponueshëm për të çuar zarfin tek shtëpia. Më pas me një telefonata DHL-ja do të shkojë të rregjë votën për ta shkuar në Shqipëri. Gjë e cila nuk ka ndodhur. Një problem tjetër, pra kjo është ajo në terrorizëm. Një problem lidhur me faktin që me sa duket, të paktën duke pasur një eksperiencë personale dhe me shumë miq dhe shok, duket që aplikacioni për i cili u vënë dispozicion të diasporës ku regjistruan qytetarët nuk ka qenë në përputhje me dërgimin e zarfeve të paktën në Greqi. Ne si diasporë në Greqi nga hera kemi kërkuar që në fillim që të bëhet kujdes me Greqinë, sepse Greqia nuk është Itali, nuk është Gjermani, nuk është Hollandë, ku ka një korrektësi në të gjithë procesin dhe në administratë, por ka një specifik për vetë shkaqet e tim dhe janë të kuptueshme që Greqia nuk është Evropë në kuptimin e mërfillit të funksionimit të saj. Çdo thotë kjo,
do të thotë që shumë bashkëgazetarë janë regjistruar me numra telefoni, nuk kanë thënë email apo kanë deklaruar një adresë të njëjtë për shkak të mos pasjes së një kontrate shtëpie apo të një dokumenti verifikues për banesën. Gjë e cila ka bërë që të krijojë një konfuzion. Nga ana tjetër, duket që shumë zarfe nga KQZ kanë ikur me regjistrimin e të dhënave që ka patur aplikanti pra qytetarin shqiptar rezident jashtë Shqipërisë, ato që ka deklaruar në Albania, që ka qenë në mospërputhje me deklarimin që ka bërë kur është regjistruar në aplikacionin PER. Të gjitha regjistrimet që janë bërë në aplikacionin PER janë bërë me numra telefoni të shtetit grek dhe me email. Mirë po, shumë prej tyre u kanë ardhur. Këto janë raste sporadike apo në tërësi mund të përliqin në një farë mënyrë pretendimin e zonjës Topalli që e kanë nxjerrë jashtë kontrollit procesin e votimit? Pjesërisht jemi dakord në përputhje me ato që thotë zonja Topalli, sepse përtej çfarë thash më herët, ka një problem tjetër shumë serioz. DHL-ja nuk ka proceduar vetë, nuk ka shpërndar vetë zarfet, por ka bërë nën kontraktime. Dhe kompanitë që janë nën kontraktuar kanë proceduar dhe funksionojnë si në Greqi. As më shumë, as më pak që do thotë. A ke dieni, ka qenë kjo e parashikuar në marrëveshjen me autoritetet shqiptare që mund ta nënkontraktonte këtë shërbim të rëndësishëm? Kjo është një pikë pyetje dhe mendoj që është një pyetje që vetëm DHL mund ta përgjigjë. Dhe të bëj një specifikim dhe të lë radhën pas foltit, në Greqi posta funksionon kështu, pavarësisht nëse postë shtetërore apo private. Vjen posterit tek shtëpia. Në moment që vjen tek shtëpia, i bie ziles, nëse nuk përgjigjet dikush, i bie zileve në shtëpi në radhë. Dhe në momentin që i hapet dera, letrat i lek i hyrja pallatit. Kjo nuk funksionon vetëm me shqiptarët, funksionon me gjithë qytetarët që janë në Greqi dhe është një proces që njihet tashmë dhe ka pasur probleme dhe me lidhur kryesisht me Greqinë në vetë qytetarët grek me procedurat në Greqi. E qartë, ndërkohë në Angli, zoti Leshia, janë konstatuar problematika që mund të cënojnë integritetin e këtij procesi të rëndësishëm. Për herë të parë jepet mundësia shqiptarëve të votojnë pikërisht në shtetet ku jetojnë e punojnë tashmë prej vitesh. Problematika të kësaj natyre, siç po fliset në Greqi, absolutisht jo. E vetmja veçori, nëse mund të them, se nuk mund ta quaj as problematikë, është fakti që DHL-ja vjen troket deri në 3 herë dhe pas herës së tretë, nëse nuk e gjen personin aty, e dërgon zarfin në pikën DHL Express më të afërt. Në fakt, edhe në raport me këtë, ndoshta është dashur punohet më mirë qoftë nga organizatat e shoqërisë civile, qoftë nga KQZ-ja, edhe kjo mund të adresohet shumë thjesht. Në momentin që vjen mesazhi nga DHL-ja që për ju është nisur një zarf nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri, aty është opsioni për ta lënë direkt në pikën më të afërt të DHL Expressit, në rast se mendon që në ditën dhe në dritarin që DHL-ja jep, nuk do jesh në shtëpi. Gjithsesi, kjo nuk është diçka që është, si më thënë, e ka cënuar procesin në mënyrë absolute. Jo, DHL-ja për aq sa unë kam pasur kontakt dhe për aq sa kam folur me komunitetin shqiptar këtu, jashtëzakonisht korrekta. Edhe në rastin tim, kur e merr zarfin, nëse e merr në një pikë DHL, kërkon një farë dokumenti identifikimi dhe një provë të adresës se ku banon. Nuk ka asnjë problemi. E qartë, pra nuk ka probleme të tilla dhe në fakt zonja Topalli adresoi kryesisht ato për Greqinë, ndërkohë që për në Itali ajo pati një tjetër pretendim se ishte përfshirë edhe punonjësi e ambasadës. Po, ndërkohë, zoti Leshi, ne kemi parë video të publikohen në rrjetet sociale të rinë, sigurisht ata që e kanë mbushur moshën 18 vjeçare dhe kanë të drejtë për të votuar, duke bërë në mënyrë demonstrative plotësimin e fletës së votimit edhe publikimin në rrjetet sociale. Ka një angazhim të task force-s së posaçme në Shqipëri, sigurisht nuk mund të shtrih efektet në shtetet të tjera, pavarësisht se këto vota ndikojnë për të ardhmen e Shqipërisë. A ka një bashkëpunim mes autoriteteve, ju keni dieni, të paktën nga Anglia janë publikuar disa video të tilla në rrjetet sociale? Është e vërtetë që ka pasur raste të tilla, do thotë njerëz të egzaltuar që ndoshta kanë votuar edhe për herë të parë për pas shumë vitesh, që e bënë në mënyrë demonstrative, siç thoni ju. Sigurisht që sipas kodit shqiptar kjo është skenje dhe për këtë nuk ka dyshim. Për shtrirjen ose bashkëpunim të autoriteteve shqiptare me britanike në raport me ndëshkimin e
e kësaj lloj veprimi, nuk di të them a ka apo nuk ka. Më shumë se sa kjo unë do veçoja votimin familjar ose fotografimin e votës, që për fat keq është shumë i vështirë për të vërtetuar dhe që ngjelet në ndërgjegjen e secilit më shumë se sa në dorë të autoriteteve. Për këtë unë besoj më shumë. Votimi familjar në kushte të tilla nuk është diskutuar fare, por ne po flasim për video që tash u publikohen në mënyrë demonstrative në rrjetet sociale për subjektin politik që ata votojnë, apo qoftë edhe për kandidatin. Po, e qartë. Jo, edhe një, kjo është e qartë që është shkelje, është ndëshkueshme, sigurisht, teorikisht është ndëshkueshme, sa mund të aplikohet këtë nuk di ta them, qoftë edhe nga bisedat që kam pasur me njerëz ligjit këtu. A keni ju informacion, keni ju dieni për votim përtej familjes në grupime të posaçme, në aktivitetet të ndryshme, pra mund të ketë shtrirë deri këtu, ka qenë ky një shqetësim i ngritur veçanërisht nga përfaqësues të subjekteve të reja. Nuk në dijenin time jo ende, nuk di t'ju them që ka pasur një stad ose një vend ku secili njeri ka votuar. Ka pasur raste kur për shkak edhe të qarkut edhe të zarfeve që janë nisur për një herë nga KQZ-ja, në një pikë caktuar të re mund të ketë pasur 40, 50 apo 60 qytetarë shqiptar një herësh. Po kjo megjithëse që e kanë hapur zarfin, kanë votuar dhe e kanë kthyer më një herë mbrapa për të kursyer dhe kohë. Por kjo nuk besoj që është as shkelje, as nuk është organizuar e orkestruar. Kjo është thjesht një lloj veçorie që ndodh për shkak se zarfet kanë ardhur në të njëjtën kohë. E qartë, në dijenin tuaj, ata që janë regjistruar dhe sigurisht jetojnë e punojnë në Britaninë e Madhe, janë përgjigjur në shumicën e tyre, pra sipas regjistrimit paraprak për të plotësuar edhe fletën e votimit? Për këtë, e keni fjalën ata që tashmë janë regjistruar, a kanë votuar apo keni fjalën për komunitetin e përgjithshëm? Ato që janë regjistruar gjithmonë në total janë rreth 245.000, por specifikisht për Britaninë e Madhe po pyes. Ja, të bëj një rezume shumë vogël, janë të 245.935 zarfet nga KQZ-ja janë nisur, janë marrë, është konfirmuar që janë marrë 223.000 zarfe në gjithë diasporën, dhe janë kthyer mbrapa deri tani 144.000 zarfe. Ky numër sigurisht shtohet ditë pas dite. Nga komuniteti shqiptar këtu janë regjistrimet ka qenë 17.000 dhe deri tani që flasim janë kthyer mbrapa në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 10.000 e pak zarfe. Që do thotë kemi ende 7.000 zarfe që janë tërhequr, por që nuk janë, ose janë dërguar, po nuk kanë shkuar ende mbrapa. E qartë, mund të jenë në proces rrugës ose edhe nuk janë dërguar fare. Zoti Guri, ndërkohë Rama gjatë ditës së sotme u ka bërë thirrje të tërheqin zarfet veçanërisht shqiptarëve që jetojnë e punojnë në Greqi dhe pas akuzave që erdhën nga Partia Demokratike, por edhe për faktin se në Greqi dhe Itali është pjesa më e madhe e numrit të shqiptarëve, emigrantëve që jetojnë e punojnë në këto 3 dekada të fundit. Në një video mesazh ai u kujtoi emigrantëve që jetojnë veçanërisht në ishujt grek se këto janë 24 orët e fundit për të kthyer mbrapsht zarfin me fletët e votimit, duke e cilësuar këtë si një mundësi historike të votojnë për herë të parë nga vendet ku jetojnë e punojnë. Sipas informacioneve që ke në raport me numrin e të regjistruarve shqiptarëve që jetojnë në Greqi dhe deri tani sa prej tyre e kanë kthyer zarfin? Fatkeqësisht në Greqi numri i qytetarëve që kanë kthyer zarfin dhe kanë votuar është shumë i vogël në proporcion me regjistrimet fillestare, me miratime nga KQZ-ja, sepse më shumë se 120.000 bashkëqytetar u regjistruan, u miratuan diku tek 75.000 në zgaboj prej tyre nga Greqia dhe aktualisht përdoret që 30-35.000 prej tyre të kenë nisur zarfin dhe pjesë tjetër jo ende. Një pjesë e mirë që janë disa mira e ka trekur zarfin, por nuk e kanë plotësuar dhe s'ka dorëzuar, dhe një pjesë tjetër nuk ka gjetur zarfin. Pra është i gjithë ky konfuzion i krijuar për shkak të problematikës që ne thamë pak më herët. Edhe ne në ana jonë, në atë kontekst kemi bërë thirrje që është një moment i artë për çdo qytetar që me votën e tij të procedojë dhe të zgjedhë të vendosë atë që e mendon atë që gjykon. Pavarësisht gjithë problematikave, mbetet, siç thashë më herët, fakt, argumenti që është shumë e vështirë identifikimi i zarfit të çdo qytetari për ta marrë. Ndaj në Greqinë kemi pasur shumë dokuri, si dhe në Angli, që shumë prej tyre, kryesisht ditët e kaluara,
e kanë plotësuar zarfin në postën ku kanë trekur zarfin, ku kanë marrë fletën e votimit, e kanë plotësuar aty dhe kanë nisur direkt. Një pjesë tjetër që është një problematik, kjo është fakti që e kanë trekur zarfin, por nuk e kanë adresuar atë në Shqipëri, pra nuk kanë thirrur DL dhe kjo sipas shifrave është një shifër që i kalon 5.000 me 7.000 votues. Ndërkohë, si u ta vlerësoni angazhimin e përfaqësuesve organizatave sigurisht të diasporës në Greqi specifikisht, ato që do ta pyes edhe më pas, sepse zoti Leshi është i angazhuar, dua të votoj 2025, pikërisht në Greqi për parandalimin e fenomeneve të tilla, për manipulimin e procesit të votimit. Pra, çfarë angazhimi kanë pasur Edmond? Angazhimi i të themi faktorit shqiptar i diasporës kryesisht ka qenë normalisht i pa kontaktuar nga shteti shqiptar, ka qenë i vetë organizuar dhe i vetë angazhuar në këtë pjesë për të adresuar votat, është një mundësi shumë e artë nga ana jonë. A ka qenë një angazhim apolitik, apo janë përfaqësues të palëve politike të cilët janë hedhur në terren, ndoshta edhe për të tërhequr sa më shumë mbështetje, sa më shumë vota për 11 majin? Pa diskutim ka qenë apolitik, vazhdon të jetë apolitik. Ne i bëjmë thirrje në çdo moment edhe tani që ne flasim që gjithë secili të ushtrojë të drejtën e votës, është një drejtë e shenjtë. Nuk kemi konstatuar manipulime apo tentativa për manipulim të votës, siç është gabimisht apo më saktë në mënyrë të padrejtë është thënë nga shumë të tjerë, qoftë figura politike apo ndoshta edhe kolegë, sepse nuk është konstatuar gjë e tillë. Ne kemi vërej që ka qenë një punë e shkëlqyer nga KQZ-ja, zarfi ka qenë një proces shumë i sofistikuar, pra i përpasuar, jo vetëm ne, po edhe vetë posta, apo edhe vetë qytetarë grek, apo ata që merren nga specialistë organizimit të zgjedhjeve, janë shprehur të befasuar nga forma dhe mënyra e këtij organizimi ka qenë shumë i nivelit lartë, por fatkeqësisht nuk u punuar shumë dhe duhet bërë një koordinim përtej spektrit politik që kjo dinamik, ky regjistrim që u bë nga interesi i qytetarëve të adresohej deri me finalizimin e votës, sepse siç thash më herët, Greqia është një vend specifik dhe fatkeqësisht nuk u dha vëmendja dhe fokusi i dur që është në fillim. Pra një test i kaluar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe institucioneve të tjera për mënyrën se si e kanë realizuar këtë proces. Leshi, ishte kjo mënyra më e mirë për të votuar ju që jetoni jashtë Shqipërisë? Tani, mënyra më e mirë, ndoshta ka pasur edhe tjera, por sigurisht era e parë që votojmë dhe kjo është absolutisht sukses. E sidomos kur flasim për 245.000 të regjistruar, edhe administrimi nga KQZ-ja me siguri ka qenë i vështirë dhe me sfidat e veta, megjithatë, sigurisht që unë besoj që është sukses. Unë kam 2 thirrje për të bërë, nëse më lejon. Më së pari janë 78.000 zarfe nga gjithë diaspora që janë dërguar prej KQZ-s dhe që nuk kanë vërritur ende mbrapsht. I bëjmë thirrje gjithë shqiptarëve që e kanë marrë tashmë zarfin, e kanë edhe të drejtën për të ushtruar vullnetin e tyre, ta bëjnë sepse koha nuk pret, sidomos nëse zarfet nisen nga vende të larta, mund të marrin shumë kohë për të ardhur mbrapsht. Dhe nëse zarfi nuk mbërrin në Shqipëri brenda datës 11 maj, ora 7 e mbrëmjes, vota nuk vlen dhe nuk numërohet më. Prandaj bëjmë thirrje secilit shqiptar që na ndjek dhe që ka marrë zarfin, që nuk i ka dërguar ende, ta dërgojmë mbrapsht në kohën më të parë që ka mundësi. E dyta, nëse më lejon për shqiptarët në Mbretërinë Bashkuar, një farë mini problematike, po që vlen besoj të sqarohet, është fakti që DHL-ja, shërbimi që është marrë këtu në Mbretërinë Bashkuar është DHL Express, do thotë zarfi që merret, por të kthyer nuk mund të kthehet në çfarë do pikë DHL, por duhet të kthyer në një pikë DHL Express. Dhe zakonisht zarfi pasi dërgohet aty shkon 24 deri 48 orë mbrapa kthehet në Shqipëri, por kjo vlen, domethënë se është ankesë që është gjetur disa herë. Shkojnë njerëzit në një pikë DHL normale dhe thonë nuk më merret, nuk më njeh barkodin. Nuk e njeh për shkak se ai zarf është destinuar Nuk është bërë shpjegimi nevojshëm mendoni apo nuk kanë qenë të vëmendshëm sa duhet zgjedhësit? Kemi rastin për ta thënë, jo në fakt zarfi e ka thënë shumë qartë atë që kjo është DHL Express, megjithatë vlen ta themi dhe ndoshta vendimojmë njëri. Guri, kam dhe një pyetje të fundit. Në fakt ne kemi parë të angazhuar kryesisht palët kryesore, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike me takime në diasporë, veçanërisht në Greqi. Po, ndërkohë, nëse sillim në vëmendje, pikërisht të 2 forca politike kanë qenë gjatë tyre 3 dekadave në qeverisje, ku ka ndodhur edhe shumë valë migratore nga Shqipëria.
për kë mendon se e kanë dhënë votën më shumë shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi? Për dy subjektet e mëdha apo për partitë e reja? Fakti që nga Greqia u regjistruan më shumë se 120.000 bashkëtarë, pavarësisht se u miratuan rreth 70.000 votues, do të thotë që interesi shumë i madh për të votuar. Nga ana tjetër, vota është diçka e rëndësishme, pavarësisht se ka një zhgënjim midis dy forcave më të mëdha, kryesisht të qeverisë, por aq më tepër të opozitës, për shumë aspekte që janë të vetkuptueshme, ka një frym të re që një vot mund të orientohet dhe tek forcat e reja dhe nëse kjo do të ndodhte për mua do të ishte diçka shumë pozitive se në fund të fundit jemi në vitin 2025 dhe Shqipëria ka nevojë për energji të reja, për figura të reja, për forca të reja që të ketë një rigenerim të spektrit politik. Uroj që gjithë secili ajo që është më e rëndësishme ai që se ka bërë të shkoj një orë më parë apo një minutë më parë të trekë zarfin të votoj ka i dëshiron sepse vota shumë e shenjtë dhe është momenti më i përshtatshëm dhe jam i sigurt të paktën unë në kaq kohë që i ndjek nga afër votimet është hera parë që vota nuk le shumë hapësirë për manipulim. Të paktën procedura që ka ardhur deri tani mund të ketë 1000 problematika, por nuk le asnjë hapësirë për manipulim të votës, që do të thotë çdo njeri të marrë tregje foto të votoj atë që e mendon ai që qartë, ka qenë zgjedhja personale, e qartë. Leshi, po në Angli, si mendoni? Nëse është një pyetje me zotrin, unë pra, jam... do të shkoj kryesisht vota për partitë e mëdha, apo edhe për partitë e reja, për t'i dhënë një mundësi? Çfarë mund ta them, besoj me siguri për aq përshtypje sa kam dhe për aq dije sa kam, është që si përqindje, partitë e reja ajo që do marrin në Shqipëri, me atë që do marrin në diasporë është komplet ndryshe. Unë besoj që në diasporë si përqindje do marrin shumë më shumë. Se si përkthehet pastaj në raport është çështje që ngelet për tu parë pas 15 majit. Ju falenderoj shumë për këtë komunikim me Breaking. Faleminderit juve. Shkojmë në publicitet, pas pak me të tjera zhvillime.